Dhe edhe po them në përgjithësi. E kam edhe kështu të veçanta të mbrojtjen, po përmend një gjë të bukur. Ne jemi vendi i parë në rajon me shifër më të lartë të mbrojtjes me vaksinim, nga kalendari i rregullt. Ne kemi ofruar 3 vaksina plus me pneumokok, për mbrojtjen e kancerit të mitrës dhe HPV, qafës mitrës, dhe në rubeull. Nuk e kanë gjitha shtetet e rajonit. Po vlerësimin që e kemi për mbrojtje është mbi 92% popullatës. Vetëmi problem ka me të komunitetet e marginalizuar. Kjo është sukses, cilin e vlerëson edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Tjetra, 24 milion ka qenë buxheti kur ju mbohen qëtë pozicion. Sot e kemi mbi 60 milion. Ne kemi synim që brenda gjysmës mandatit me shku 100 milion. Ndërsa tek plotësim ndryshimi i ligjit për sigurimin shëndetësor, opozita ka dërguar në gjykatë kushtetuese. Ne kemi aprovu një strategji sektoriale shëndetësisë. Ne kemi rrit pagat e punëtorëve shëndetësorë. Unë, kur kam marrë këtë pozitë, e kam pas pagën 649 euro. 649 euro si specialist. Kolegët e mi, minimalisht e marrën 1500